Ushtruesi i detyrës Rej Sulema Shaqir Fetaj prezentoi kabinetin e tij para opinionit, e uzëtua se BFI do të jetë transparente gjatë mandatit të tij. Në këtë drejtim, institucioni ynë ka obligim fetar, moral e ligjor të respektojë rregullat e transparencës dhe në çdo çast e në çdo rast t'ju ofroj informata burimore përfaqësuesve të mediave. Institucioni ynë ka obligim fetar, moral e ligjor të respektojë rregullat e transparencës dhe në çdo çast e në çdo rast t'ju ofroj informata burimore përfaqësuesve të mediave. Institucioni ynë ka obligim fetar, moral e ligjor të respektojë rregullat e transparencës dhe në çdo çast e në çdo rast t'ju ofroj informata burimore përfaqësuesve të mediave. Institucioni ynë ka obligim fetar, moral e ligjor të respektojë rregullat e transparencës dhe në çdo çast e në çdo rast t'ju ofroj informata burimore përfaqësuesve të mediave. Institucioni ynë ka obligim fetar, moral e ligjor të respektojë rregullat e transparencës dhe në çdo çast e në çdo rast t'ju ofroj informata burimore përfaqësuesve. Institucioni ynë ka obligim fetar, moral e ligjor të respektojë rregullat e transparencës dhe në çdo çast e në çdo rast t'ju ofroj informata burimore përfaqësuesve të mediave